një prej lagje më problematike, që ndoshta për një me mundesh me lexu një libër prej qendrës deri në lagjen Motini, është çaja problematika që ty. Ku mu personalisht më ndodh që me prit me një orë me shku deri te banesa në rrugën Muharrem Feza. Rrugën Muharrem Feza. E që kjo shpesh herë thom a di çfarë pasojë ka për njerëz. Unë kam pa ndihmën e shpejtë që bllokohet me ka 30 minuta, 40 minuta në atë pjesë. Shiqoni, Motini është një lagje e re e dendur. Edhe këto duhet me thonë haptas një secili. Pra ka një densi të lartë. Dhe kjo nën kupton që me mija e mija vetura dalin mëngjes për të vazhduar në punë edhe kthehen pas dite në banesat e tyre. Një pjesë e madhe këtyre ndërtesave, një pjesë, jo ekziston ideja, tash do ta shpjegoj. Një pjesë e madhe këtyre ndërtesave pa garazhe nëntoksore, pastaj ato vetura e kanë problematikën e parkimit, krejt ajo e shkakton të llovin. Ideja jonë e të cilën do ta implementojmë shpejt gjatë këtij viti është që rrugën Muharrem Feza ta kthejmë në një kashe. Dhe sidomos ta kthejmë në një kashe kur e lidhim rrugën B me rrugën A. E që është në proces e sipër. Që të tjetë vetëm hyrja, po? Kthimi i rrugës Muharrem Feza në një kashe ka me shliru trafikun sepse qarkullohet ma lirshëm edhe ma shpejt. Pra, do të hyjmë prej rrethit të barnatoreve që e njohim ne të gjithë. Hyrja dhe dalja të rruga C. Hyrja e dalja tek rruga C dhe pastaj nuk është në një distancë e madhe edhe që shkakton ndonjë problem të madh. Normalisht banorët kanë me ditë me saktësi të plotë si hyjnë edhe pastaj dalin, e mësojnë shpejt edhe ajo pastaj kthehet në rutinë. Për ndonjë musafir që vjen prej qyteteve tjera mundet me qenë ma problematike, por mësohet sepse janë shenjat e komunikacionit. Po, është plan, por duhet ta rregullojmë edhe pak rrugën e cila është në dalje të Muharrem Fezës, e që akoma nuk është në standardin e duhur, duhet ta rregullojmë edhe atë pjesë në mënyrë që pastaj ta kthejmë në një kashe, por ky është plani i këtij viti.